Në 4 komuna nuk u arrit censusi, por situata më komplekse është në Gostivar. Në këto komunë nga kuriku i vitit që lan pas, kemi ushtrues detyre dhe kjo sipas Valbon Limanit bën që ai të mbetet në detyrë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Limani shton se këtë e thotë edhe vetë ligji. Unë më 8 korrik 2024 u zgjodha si ushtrues detyre kryetari i komunës së Gostivarit në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale atëherë nenin 54 dhe pastaj neni 4 i cili thot se unë duhet të ushtroj detyrën e kryetarit të komunës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Ligji qartë e thot që kjo detyrë duhet të ushtrohet derisa të zgjidhet i ri, pa mos e potencuar se duhet të jenë zgjedhje të rregullta, të përsëritura apo ndryshe, domethënë në mënyrë taksative është e caktuar se mandati i zgjat deri në zgjedhjen e kryetarit të ri në zgjedhje të rregullta. Sipas Limanit, ata do të ndjekin të gjithë procedurën ligjore nëse qeveria do të mundohet që të shkel ligjin dhe të drejtën e tyre do ta kërkojnë në gjykatën kushtetuese. Domethënë në qoftë se e mbrojnë me një rat vendim të qeverisë, gjithsesi do ta ankimojmë dhe do të kërkojmë nga gjykata kushtetuese të prononcohet se ka kushtetueshmëri apo është konform ligjit ai vendimi i qeverisë apo jo, dhe besoj se e drejta është në anën tonë. Gjithashtu të gjithë ekspertët juridik, po edhe sektori juridik, por edhe ish gjykatës, të cilët i kemi konsultuar rreth kësaj çështje, thonë se në rastin e Gostivarit situata është shumë e pastër dhe e qartë dhe se do të sipas ligjit do duhet ta ushtrojë këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Kryeministri Mickoski thotë se do të veprojnë në pajtim me ligjin dhe se për momentin po presin të marrin njoftim nga KSZ. Apsolutno дека тоа ќе го направиме согласно закон. За тоа го направиме треба најпрво да добиеме известување од Државната изборна комисија дека изборите се завршени и дека во тие 4 општини изборите се неуспешни. И по тоа владата ќе именува. Ka shumë gjasa që gjatë kësaj jave, kryeministri Mickoski të zhvilloi takim me partnerët qeveritar për të marrë vesh përcaktimin e të deleguarve të qeverisë në 4 komunat ku nuk u zgjodh kryetar komune për shkak se nuk u arrit pragu prej të paktën 33.33% në raundin e parë. Ndryshe në Gostivar, Arben Taravari ishte ai që u zgjedh kryetar komune me votat e qytetarëve, por më pas ai u emërua ministër dhe vendin e tij si ushtrues detyre e mori Valbon Limani. Në zgjedhjet lokale të 19 tetorit, Valbon Limani për 21 vota nuk mundi të mbërrijë censusin, ndonse mori më së shumti vota.